A I kërkoj ndjes, për mendimin tim s'kishte nevojshme për ndjes, se siç po thoni ju, autizmi është I gjerë, madje studimet na nxjerrin se 70 deri në 80% e popullsisë dhe ne këtu mund të jemi pak autik. 70 deri 80% e shoqërisë njerëzore janë autik. Që t'i japim drejt Ramën ta fusin veten gjitha problemet? Jo, janë të gjerë, jo. Po edhe vetë autizmi njihet si autizëm, në gjithë botën njihet si shregullim autizmi, nuk njihet, fjala autizëm është në gjithë gjuhët e botës. Dhe njihet si autik. Dhe vetë autikët e dinë që janë autik dhe thonë autik. Edhe duke ju thënë, shiko, kemi një problem me gjuhën, kemi një problem shumë të madh. Se duke I ikur të vërtetës që është, se ka dy të vërteta, ka një të vërtet të asaj që e shkruajmë edhe që dalim të publik, ka një të vërtet përditshme. Dhe, më falni po, qifutve, ne ju themi qifut, ne nuk e kërkojmë për të thënë Izraelit, ose për të thënë, ne kemi një nga veprat më të mëdha të letërsisë botërore është qifutja Toledos. Kush vajti dikush dhe thot qifutjen e Toledos ti e ke gabim dhe ke fyer qifutet. Njeriu në gjuhën e përditshme, siç është parimi fonetik I gjuhës. Në parimin fonetik të gjuhës ne themi fjalën ashtu si e shqiptojmë, si e tingëllojmë. Ashtu edhe gjë se si e shkruajmë, si çfarë bëjmë. Mos harrojmë një gjë që edhe atë që thotë Iliri e vërtet Edi Rama nuk matet për të folur, ai flet gjuhën e ditës, nuk rrit ta studioj. Dhe është mirë të mos e studiojmë. Unë kam pasur, po ju them një gjë në raport me gjuhën. Po ju them një gjë se kam zakon të them nga vetja ime. Kisha gazetar të ri, sa herë kam drejtuar mediat dhe më shkruanin që mbramin e djeshme edhe thrisë, hajte pak këtu, pse nuk e shkru mbrëm, po thumë mbrëmin e djeshme. Po nuk dëgjoni, mirë I thënë, në qofë se ti do shkosh në shtëpi dhe do të pyes prindi, ka në gjë të re, qa kishtë në gjë, kështu do I thua është ti që një makinë cila po este me shpejtësi shumë të lartë, mbrëmin e djeshme, plagosi një, apo I thua që, a që një qasë gjë ka përplasur njëri makinën mësot, ose mbrëm. Do të thotë që gjua e thjesht, është gjua më produktive që ka të bëj me komunikimin e njerëzve.